Ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e djeshme në Kosovë ku dy biznesmenë shqiptarë kanë humbur jetën. Për të folur mbi detajet e këtij aksidenti kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Faton Mehmeti. Faton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Faton, mund na thoni pak rreth anët e ngjarjes? Ka ndodhur dje rreth orës 7:40 minuta në kilometrin e 26 në autostradën Ibrahim Rugova që lidh rrugën e Kombit. Ka ndodhur pra në orën 7:40 minuta ku automjetit të cilën po e ngjish Elizabeta Kalaj u aksidentua me një kamion të cilën po e ngjiste një shtetës i Republikës Kosovës. Elizabeta ishte në vetur bashkë me mikën e saj Eorta Sanillari, e cila 32 vjeçe, e cila pas aksidentit ka ndruar jetë në spitalin e Prizrenit, ndërsa Elizabeta për shkak të fuqisë së madhe goditëse të aksidentit ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes. Deri në këto momente kemi informacion se cili është shkaku i aksidentit? Mjegulla e dendur ka qenë si shkaku kryesor, se edhe unë kam qenë atë periudhë kohore në timon në vetur, pra në një rrugë tjetër sigurisht, dhe vërtet ka qenë mjegull e dendur në Kosovë, jo vetëm dje, mirë po edhe jashtë edhe sot ta zëm. Ka disa ditë që deri në ora 10 diku është mjegull jashtëzakonisht e dendur, edhe kështu që mjegulla e dendur e ka bërë, si thuash, të vështirë që shoferi në këtë rast Elizabeta të kishte një pamje të mirë në një horizont më të gjerë, edhe duke qenë se është autostradë, sigurisht shpejtësia ka qenë e madhe. Prandaj edhe pra sipas raportit zyrtar të policisë, pra mjegulla e dendur ka qenë pra shkaku kryesor të këto faktin që pastaj sigurisht shpejtësia e madhe në autostradë ka bërë të vetën dhe përplasja ka qenë e fortë. Fatkeqësisht për Elizabetën dhe mikën e saj janë aksidentuar me një kamion duke ditur fuqinë e saj të madhe, sigurisht ka qenë shumë e vështirë edhe të shpëtonin, që rezultati ishte fatale për të dyjat, kështu që fatkeqësisht dy biznesmenë mjaft suksesshëm ndruan jetë. Elizabeta të kujtojmë që ka qenë pra si udhëheqëse në diasporë e biznesit, pra shqiptar, dhe një emër shumë i njohur e ekonomisë dhe ekspert e ekonomisë. Ajo është shfaqur shpesh në media duke dhënë analiza për zhvillimet ekonomike në vend, pra ka qenë jashtëzakonisht e fryqme në punën e saj. Elizabeta ka qenë edhe ka vënë disa kontakte shumë të forta në mes ekonomisë shqiptare dhe asaj italiane, duke ndërtuar ura për komunitetin e biznesit. Kështu që sigurisht humbja e saj është jashtëzakonisht e madhe, por pa dashur këtu të minimizojmë edhe rolin e mikës saj, e cila ishte konsulente biznesi në Gjermani. Kështu që dyat kanë pas një rol shumë të fuqishëm dhe me ndikim në jetën publike, veçanti në atë ekonomike. Kështu që humbja e saj përveç familjes saj sigurisht edhe rrethit saj miqësor është edhe humbje e madhe për tërë kombin shqiptar. Prandaj kjo, duke qenë profile të tilla, kjo ngjarje e bën edhe më të dhimbshme si humbjen e tyre, shto këto faktin që ishin vërtet në një moshë të re, njëra 43 dhe tjetra 32 vjeçare. Faton, a kemi informacion se për çfarë gjendeshin dy biznesmenët në Kosovë? Kto sipas informacione kanë ardhur po për çështje pune, pra kishin të bënin në ato janë nisur nga Prishtina, pra kanë pas disa konsultime, disa takime me udhën e biznesit këtu në Prishtinë dhe për çështje biznesi, pra ato ishin duke u kthyer në Tiranë në momentin kur ka ndodhur, pra aksidenti ishin nisur qysh herët në Prishtinë nga ora diku 6:30 dhe në 7:40 minuta ka ndodhur vetëm aksidenti, pra me pak fjalë kanë qenë për çështje biznesi, për çështje pune, dhe ato po riktheheshin në Tiranë. Por fatkeqësisht rezultoi që kthimi i tyre në Tiranë nuk do të ndodhte më asnjëherë për shkak të aksidentit që ndodhi. A ka shpesh aksidente kjo autostradë?
Ka vërtet në autostradën Ibrahim Rugova ka për shkak se përveç rastit në fjalë që ishte mjegull adendor, shumica në raste pra diku sipas raporteve të policisë diku 90% shkaktohen ndodhin aksidente për shkak të shpejtësisë madhe, pra shpejtësia duke qenë se autostrada është vërtet në ju e keni besoj e vetë e keni rrahur atë rrugë dhe e dini që është vërtet një rrugë me nivele të larta evropiane dhe duke qenë që në pjesë tjera shqiptarët e Kosovës zakonisht e kanë shumë të kufizuar shpejtësinë, edhe aty e kanë të kufizuar mirë, po duke qenë se rruga shumë e mirë, njerëzit shfrytëzojnë edhe për adrenalin pak. Kështu që 90% rasteve janë për shkak të shpejtësisë. Kështu që ndodhen vërtet në veçanti ndodhen kur ka raste të tilla, pra kur ka shi, kur ka borë, në veçanti bora e parë zakonisht ajo që shkakton shumë aksidente. Mjegulla mirë, po duhet të kujtojmë që aksidentet një pjesë shumë e madhe ndodhen edhe gjatë sezonit të verës kur shkojnë në Bregdet, në Bregdetin në Shqipëri, nga adrenalina kryesisht ndodhin këto aksidente. Mirë, po prandaj është shumë e rëndësishme që në atë pjesë të ketë më tepër polic, pra të ketë më tepër polici për shkak se vërtet aksidentet po marrin shumë jetë njerëzish. Aton, kur mendoni që mund të kemi një përfundim të hetimeve dhe mund të kemi një version përfundimtar të ngjarjes? Unë besoj se sipas informacioneve ditën e hënë, pra në paradite do të jepet edhe raporti zyrtar i policisë. Para të hënës është e pamundur për shkak se ende nuk është kryer abduksioni dhe çdo faktin që tash jemi vetëm në fundjavë, kjo e bën si thua edhe e bën të vështirë të ecë tutje. Kështu që sipas informacioneve që i kemi të hënën do të ndodhë, pra të jepet raporti zyrtar për aksidentin në fjalë. Aton, sa i përket po themi shoferit të kamionit, është marrë ndonjë mas ndaj tij? Momentalisht jo, ai është një person diku rreth vite rreth moshës 40 vjeçare, pra ai ka qenë duke shpërndar pije. Pra po vinte nga Suhareka në drejtim të Prizrenit edhe kur ka ndodhur aksidenti gjithë pijet janë shpërndar në rrugë, prandaj e ka bërë të vështirë qarkullimin edhe për një kohë shumë gjatë të automjeteve të cilat me udhëzimet policisë kanë shfrytzuar edhe rrugë alternative pra për dal nga Suhareka në Prizren për shkak se ishte ngarkuar me pije energjetike kamioni, pra ishte një biznesi dhe aty ka ndodhur shpërndarja e pijeve në autostradë për shkak të goditjeve së fuqishme. Ai është marrë në pyetje dhe është lënë momentalisht në gjendje të lirë. Dhe policia sipas dinamikës së ngjarjes do e ka në dispozicion për ta arrestuar nëse vërtetohet që i njëjti pra ka qenë shkaktari i aksidentit. Aton, faleminderit shumë për gjithë informacionet që përcollën në Vip Magazin. Drejt juve.